Numri i qytetarëve që janë regjistruar si punëkërkues përmes portalit qeveritar e-Albania ka shënuar rritje të ndjeshme këtë vit. Sipas të dhënave të publikuara nga portali e-Albania, nga janari në tetor të këtij viti janë regjistruar 19.721 aplikime online, në krahasim me 14.065 aplikime të së njëjtës periudhë të një viti më parë. Shërbimi regjistrimi si punëkërkues, i cili ofrohet plotësisht online përmes e-Albania, u mundëson individëve të kryejnë të gjithë procesin pa pasur nevojë të paraqiten fizikisht pranë zyrave të punës. Regjistrimi online vijon të jetë një prej shërbimeve më të përdorura të platformës, duke lehtësuar procesin për qytetarët që kërkojnë punë, si dhe duke u mundësuar akses më të shpejtë në informacione të rëndësishme mbi vendet e lira të punës dhe programet e mbështetjes, si dhe mundësisë që u ofrohet për të ndjekur në mënyrë transparente statusin e aplikimit të tyre. Sipas të dhënave zyrtare nga Instat, në 3 mujorin e dytë 2025, shkalla zyrtare e punësimit për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 69.1%. Krahasuar me të njëjtin 3 mujor të një viti më parë, kjo shkallë është rritur me 0.5 pikë, ndërsa shkalla pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 86.2% në 3 mujorin e dytë 2025. Ky tregues është rritur me 0.6 pikë krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit 2024.